Prandaj thash ishte një rast i mirë ky i Ankaras për të treguar që edhe ata e demonstruan më së miri që aksi i fuqisë po zhvendoset dhe po vjen edhe më në lindje dhe Turqia këtu me rol kryesor, por problemi mbetet për mendimin tim Europa, sepse Europa përgjithsisht është vend i përcaktuar nga historia. Nuk arrin kohezionin e dur përsa kohë shtetet e kanë shumë të freskët ngjarjet historike që kanë ndodhur, jo vetëm sot, po edhe kohë më parë. Dhe këtu është dhe gjithë problemi. Turqia po kërkon të ingranohet në arkitekturën e re europiane në kushtet kur Shtetet Bashkuara po kërkojnë të tërhiqen gradualisht. Dhe po të shohësh deklaratat e ushtarakëve më të lartë të vendeve tek e tek, por edhe të NATO-s europianët, e vënë në dukje rolin kritik, thonë, që ka Turqia në kushtet e reja kur Shtetet Bashkuara po tërhiqen. Po do jenë vendimarrësit politik aq të mençur sa ata të i kalojnë historinë dhe marrëdhëniet që ka pasur me Turqinë Osmane, të themi, dhe të arrihet ky kohezion në fushën e sigurisë, kjo mbetet për të parë. Mirë, se do të ndalem pak gjërësisht tek Europa, por një tjetër çështje që të paktën nënvizohet si arritjet e samitit, është çështja e lagëve të Detit të Zi. Pra përveç bashkëpunimit që kishin për çminimin e saj, tashmë ka një bashkëpunim që fokusohet në mbrojtjen e kabllove në ujore, pra në sigurinë e Detit të Zi, ndërkohë që për herë të parë presidenti Erdogan ka qenë shumë i ashpër me Rusinë dhe me mbrojtjen e Ukrainës. Aktualisht, vazhdimisht ata kanë theksuar që janë kundër që Krimea të aneksohet, pra zyrtarisht i njihet Rusisë, por tashmë duket se kanë pasruar një farë balance deri tani në qendrimin e tyre, tani ka dalë shumë më hapur. Marrëdhëniet e Turqisë me Rusinë janë shumë interesante për faktin se e njohin shumë mirë njëra tjetrën. Së pari duhet të thënë që Deti i Zi është një rajon sigurie për Turqinë. Dhe është shumë e ndjeshme ndaj zhvillimeve aty, pasi Krimea nën kontrollin rus e zbulon drejt për drejt Stambollin. Dhe po të sjellësh në memorie luftën ruso-turke të vitit 1853-56, kur Rusia mori Krimen dhe sulmoi për të marrë Stambollin, ishte Franca dhe Anglia që i dolën në krah, sepse nuk mund të lejonin prishjen e perandorisë osmane 60-70 vjet përpara, sepse kjo do të thoshte jo vetëm kalimi i Stambollit në kontrollin rus, por edhe zbritjen në ujërat e ngrohta, çka do të kërcënonte interesat e rrugëve ekonomike të gjithë rajonit, sepse nuk i diej deri ku do shkonte Rusia më pas. Dhe kjo ka bërë i bën Turqia, po që është e ndjeshme ndaj këtyre zhvillimeve, por edhe NATO-n që ta shoh si rajon sigurie, pasi tani më Deti i Zi pjesërisht kontrollohet nga Ukraina, një pjesë e rëndësishme de facto është në duart e Rusisë. Nga ana e Rusisë, Turqia sot shihet si element ekuilibri dhe një zë origjinal brenda NATO-s, e cila zyrtarisht ka mbrojtur dhe ka dënuar agresionin ndaj Ukrainës, ndihmon Ukrainën, siç e tha dhe ju, dhe këtë e thot me zë të lartë, por nga krau tjetër i ka ruajtur të hapura të gjitha kanalet e komunikimit dhe është nga vendet e pakta në NATO që ka komunikim direkt me Rusinë, dhe Rusia edhe Ukraina e pranojnë si interlokutor dhe potencialisht Stambollin apo Ankaran si një nga vendet ku mund të shkryen edhe negociatat për faqe në Ukrainë. Pra, Turqia edhe është kaluar edhe si vend i pavarur, po edhe si vend i NATO-s duke ruajtur ekuilibrat në këtë etapë që është një gjë shumë e rëndësishme.